Alo, selam aleikum. Aleikum, selam. Deshta me bo gjës një pytje, Po? nusja vllaut, më ka akuzu për një vjedhje të nazës. Edhe që 23 vjetë janë të martu, mira mënu, jena sjell mirë me të, që tash që 2 vjetë jem të i full, edhe as vllaut, as kunatës, se më kam bo hajnesh, do me thonë, unë jem 45 vjetë, a e kam gjëna, se s'po mujmë ju full, se nuk e ku marrë ato, kësha desh një përgjigje për hoqës. Fatkeqësisht, na vjen keq kur dëgjojmë kësi raste. Mirë, po këtu nuk është qëllimi i vjedhjes së nozës, sepse do të ishte e vërtetë që e ka vjedhur nozën, nuk do të duhej ky inati me zgjat me vjet, pse na i ka vjedhur një nozë. Edhe nëse jemi të sigurt që na i ka vjedhur dikush, mbëlle. Do mbëlle përderisa jeni familje. E aq më tepër kur s'kemi fakte dhe akuzim. Mirë, po këtu si duket është ndonjë problem ndoshta më i thellë, sido që të jetë. Mundohu sipas rrethonave edhe mundësive që mos më shkput me vëllain, pavarësisht se të kanë akuzuar. Akuza më të rënda se që i kanë bërë pejgamberit alayhi salatu wasallam si kanë bërë kërkujna. Mirë, po prap është mundu që mos më shkput lidhjet me çata njerëz, pastaj çata të njëjtit janë kthyer në besimtarë dhe janë kthyer në dashamirë të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pejgamberin e kemi shembull. Pastaj na do të thonë vëllau është shumë i afërt sipas shariatit. Hade gruaja vllaut është pak më e lartë, mirë, po vllau është shumë i afërt. E kështu që mundohu me shkel inatin, me shkel nefsin, sa herë janë shejtani thotë çish po shkon ti te vllai, ka akuzuar se ka vjedhur nozën. Mirë, ju ka duk vllaut që ja kum vjedh, unë i kum thonë që s'ta kum vjedh, nuk po muj me bind, kryesora i mbetet vllai jam i prapë. Thjeshtsojni gjërat. Është më e madh, domthon vllau dhe vëllaznillaku është më i madh se një unoz, e më i madh se ari, e më i madh se edhe tunoza e lira e thuj çka dush tjetër.